Deti. Nuk ka banor të Durrësit të mos jetë lidhur ngushtë me atë, sepse nuk ka njeri të mos ketë një të afërm detar, peshkatar apo ndërtues anijesh. Ne, nxënësit e shkollës Naim Frashëri, këto ditë u nisëm për një ekskursion në kantirin detar. Aty u takuam me herojin e punës socialiste, kandidati shkencave, inxhinier dhe konstruktor anijesh Gani Ismailati. Ne pandem se ai do të na thoshte vizitoni më parë kantirin, pastaj flasim bashk. Por jo, heroi tër ditën qëndroi me ne. Duke vështruar portin Enver Hoxha, anijet e shumta të flotës sonë tregtare, Gani u na rikujton tregimet e veteranëve për ditët e para të çlirimit. Porti ishte i shkret. Nazistët e kishin hedhur në erë. Duke luftuar me vështirësitë, filloi ndërtimi i barkave të vogla prej pishe, pa motor me vela, që punonin në cektinat e brigjeve. Sot, kantiri detar në Durrës ndërton anije transporti dhe peshkimi, që janë të afta të gjuajnë në urat e larta të Adriatikut dhe në Mesdhe. Heroi na tregoi për ndërtimin e njërës për anijeve që sapo e kishin përfunduar me forcat e veta, me tonazh 1400 tonëshe. Rruga për ndërtimin e një anije të tillë ishte e gjatë, komplekse, që kërkonte llogaritje të shumta dhe të sakta. Përvoja e gjatë e këtij konstruktori të disa anijeve konkretizohet edhe në studimin e anijes 1400 tonëshe. Në grupin që ai drejton, bashkëpunen dhe inxhinier të rinj si Fatmir Draga, i cili e nisi jetën këtu në kantir si punëtor dhe pa shkëputje nga puna kreu studimet e larta. Heroi na tregon se këtu në kantir njerëz të tillë që puna i bëri mjeshtër, specialist dhe konstruktor, ka shumë. Mbas një pune në tavolinë, konstruktorët konsultojnë dhe me mjeshtrit veteran Muhamet Tula, Ndot Skanbin, Muho Kaceren, Stilo Palin, të cilët japin eksperiencën e tyre shumë vjeçare. Mas një pune të gjatë dhe netëve pa gjumë, na spjegon Ganiu, maketin anijes e merr në diskutim byroja konstruktive e kantirit, ku bërthama përbëhet edhe nga teknik dhe konstruktor të rinj, Petrit Cikoni, Vajde Pici, Diamanta Hato, Ilir Shaja e të tjerë. Tamam mbas këtyre diskutimeve, mbi modelet paraprak, duhen bërë shumë llogaritje. Ja matematikan i ri Milto Milo, duke zbatuar teknikën e vet matematikës llogaritëse, ka dhënë një ndimes të shquar që projektimi i anijeve të vihet mbi baza bashkëkohore.
Në repartin e shestrave, detajet e anijes së ardhshme vizatojnë në dysheme, në përmasë reale, në fillim, ato konkretizohen në modelet rase. Dhjetra detale. Punë me përgjegjësi të madhe që kërkon vëmendje, por dhe kualifikim e dituri. Ndërgjegje të lartë në punë, pam edhe në repartet e tjera të kantierit, në fondëri, ku bëheshin derdhim detalesh për riparim anijesh ose për anijen e re. Përpunimi i likës kërkon një mjeshtri dhe saktësi. Sheshet e montimit kanë gjallëri të veçantë. Në 10-13 metra katrore, tani shtrihet skeleti i anijes së re. Shablonit e drasës janë kthyer në detale metalike, saldator, specialist, oksigjenist, inxhinier, punojnë që detalet e veçanta t'i kthejnë në një masë kompakte, si të ishte një derdhje e vetme, një trup i vetëm. Në këtë shesh, fillon ndërtimi i anijeve. Këtu ditë për ditë punojnë, djersin dhe krijojnë, ata që nesër do të krenojnë për anijen e re. Çdo agim e shikon të ngritur më lart shtatin e asaj, që dikur ishte skicuar në përftyrimin e njerëzve të punës. Kur një nxënëse e pyeti inxhinier Ganiun nëse tani anija 1400 tonshe kishte përfunduar së ndërtuari, ai u përgjigj. Para se anija e re të hidhet në ujë, duhet kontrolluar mirë pjesën e nënshme e saj. Shpesh lindin probleme në momentin e fundit që krijojnë zgjidhje të shpejta. Këto zgjidhje arrin me konsultime të përbashkëta, specialist e punëtor, projektues e zbatues. Porti detar Enver Hoxha ka shumë sektor, të cilët ne patëm rastin që të vizitojnë. Këtu riparojnë anijet të peshkimit, të pasagjerëve, të anijeve me tonazh të madh si anijet Gjirokastra, Durrësi, Skënderbeu, të gjithë të ndërtuara me forcat e këtij kolektivi. Tokë me kantierin, flotën, u ritën edhe kuadrot detare. Një prej tyre është dhe Sokol Kallogjeri, bir detarësh të varfër, sot inxhinier dhe drejtues në një ndërmarrje të peshkimit.
Krahas punës ndërtuese në katedrën e kimisë të përgjithshme të Universitetit të Tiranës, kandidati i shkencave Sami Meqemeja me kolegët e tij po studiojnë në kondita laboratorike fenomenin e gryerjes së çelikut nga ujët e kripur të detit. Një ditë prej ditësh, këtu në kantier, erdhën punonjësit shkencor që në bashkëpunim me specialistët e kantierit, ata përcaktojnë se në cilat pika të skafit të anijes duhen vendosur mbrojtësit prej zingu, që ta ruajnë atë nga gryerjet. Duke ndjekur bisedën midis specialistëve, të gëzon zemra për rrugën e gjatë dhe të bukur të rritjes së kuadrove me njohuri për shkencën. Anija ndodhet tashmë në det. Puna duhet intensifikuar. Ajo kërkon jo vetëm dirsën e punonjësve, por edhe kujdesin e gjithë ndërmarrjes. Ja dhe një nga momentet kur drejtori kantierit ton, inxhinier Agron Fishka, së bashku me inxhinier Tofikun, vinë e kujdesen për problemet që shqetësojnë punëtorët në përfundimin e anijes. Ditët e fundit të ndërtimit të anijes. Në sallën e komandës bëhet montimi i aparaturave të drejtimit dhe orientimit të anijes ditën dhe natën, në kohë të mirë e në mjergull. Inxhinier Fatmir Mborja merret me moshësin e anijes. Inxhinier Vasil Aleksi drejton punimet e fundit në instalimin e radarit. Inxhinier Remzi Hoxha, shefi laboratorit të elektronikës, kontrollon kuadrin e përgjithshëm elektrik të anijes. Të paharruara do të mbeten për ne nxënësit e shkollës Naim Frashri në Durrës, takimet me ndërtuesit të anijes. Në sa e sa hartime apo krime do të vargëzohen ato mbresa të bukura, ato çaste, ato biseda, ato fytyrat të djersitura punëtorësh, teknikësh, specialistësh, inxhinierësh. Flota jonë tregtare në vitet që vinë do të ketë më shumë anije, më të bukura, më të mëdha, dhuratë të këtyre heronjve të punës.